Ndryshe. Po si su bëra këngëtare? Kisha bërë një bashkëpunim me burrin. Po ha pra, po në kohë o got. Po në kohë. A thua bën? Do Luizit këndoj Dëgjoj, me bashkëpunimi me burrin nuk është se do të cilli në një kështu. Është më mirë kur nuk bashkëpunon me burrin. Për këngë flas. Po me këtë bashkëpunoj Kiara. Jo Kiara, po Kiara s'është këngëtare. Po do bëhem ose sa no? Jo, nuk bësh dot. Leta si nuk bësh dot, si të bëhem unë këngëtar. Bëhem dot këngëtar. Ua, pse ti këndon shumë mirë me Gaspajën. Edhe unë kam kënduar në Portokalli, kështu që ke kënduar dhe ti, po jo në nivelin e Luizit. Sudakur. Kush e di pse? Çfarë këndove ti? Me Cubin bëm një parodi që kishim për ta bërë para disa javësh. Nuk e dëgjova unë atë, s'kam dëgjuar. Më mirë, o zot që. Ai dobët ishte. Ishte të mirë. Dëgjoj, sa këngë ka për Luizi për ty? Për mua, të gjitha. Tani është ajo ikonikja, do të ka bërë shumë, po një është ajo që mbat me ty, që ka qenë në kohë, po, në Big Brother. Kiara, të pëlqejnë ty këngët e Luizit? Po, më pëlqejnë shumë. Kam 3 të preferuara, që janë, që është Kce, Dy shoca dhe kënga e fundit që ka bërë. A mendon ti që Luizi duhet kishte një këngë edhe më të madhe, domethënë një këngëtar profesionist me një zë fantastik. Më këndonte Luizi në Big Brother, çoheshe i pari mëngjes, e shihni me kafe në mëngjesit. Mendoj që Luizi duhet ketë një këngë të madhe, një këngë ku diun për festival, për Eurovision, Ka qenë Eurovision. Po më e di që ka qenë, shkoj prapë. Po ka qenë. Jo, mendoj unë, nuk e di. Kjo është pra, si flas një balad të fuqishme, një këngë. Po, vetëm se për momentin tregu nuk është se i pëlqen shumë pra, po ecën me tregun dhe këngët që të vënë në pas zërin, nuk është se preferohen më së shumti këngët komerciale, dhe ai duhet i përshtatet pak edhe tregut që jemi. Megjithatë, ëndra e tij, dëshira e tij më e madhe është sigurisht një këngë festivali, një këngë që ti vjen në pas zëri dhe i shkon shumë. Ai lloj stili. Besoj është super i zënë me koncerte, me data, me tani është edhe sezoni veror përpara, koncerte, kemi projekte së bashku, kështu që mezi po pres që keni projekte së bashku. Tregoj, po. Projekte së bashku. Na thuaj një projekt. Po mos sa lezo në veshta. Hajde, na thuaj. Jemi duke organizuar për të bërë një film të dy bashk. Ua, sa bukur. Është hera parë që e them. Ai e ka thënë edhe shumë që e ndave këtu në emisionin. E ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk ishte asgjë konkrete. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona, përse filmi normalisht do shumë kohë që të dalë. Po ky është projekt i madh. Po, ky është një projekt që ne kemi dëshirë ta bëjmë sa më shpejt. Keni përcaktuar ca lloj skenarie kështu apo pak a shumë po? Po kemi folur, po jemi në fillim fare. Sapo kemi filluar punën. Që të mendoni për këtë gjë, po. Vazhdimsi do i mbledhim me do jetë një film komedi? Apo do jetë një film që flet për historinë tuaj të dashurisë? Më duket se e gjeta. Sigurisht do ketë dashuri brenda, se ku do shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri. Ja, pse historia e tyre e bukur është historia e dashurisë. Shumë e bukur është. Që askush nuk e besonte, po ja që sot kanë. Atë se besonte Kiara vetë. Ata besonin me. Dgjoj, kam një pyetje kështu të drejtë për drejtë. Kush ka më shumë naze, Luizi apo Luna? Mund të them që janë njësoj të dy. Po një tip kanë të dy. Se ka naze Luizi shumë? Luizi? Jo. Se po mos pa më dëgjon tani. Që po dëgjon është e sigurt. Po të përbahet. Kush çohet më shumë nato, Luna apo Luizi? Luizi nuk çohet fare. Se nuk çohet fare. Ka gjumin shumë të rëndë. Domethënë nuk edhe një bombë të bjeri, nuk e dëgjon. Unë kam më vonë si pyetje, po gërhet, vazhdon gërhet. Mua më ka. E ka shtuar atë. Mua ka prekur, shiko pak Salsano, po më ka emocionuar, më ka mbushur syt me lot kjo video e Kiarës. Në momentin që është futur në sallë për të sjellë në jetë Lunën edhe ishte shumë e bukur. I kam shkruar. Është më madhe këtu, është më madhe këtu. Jo, më është për sa lindur Luna këtu. Jo. Ua, sto ky. Po? Shiko, Luna ka lindur pak si 3 muaj, nuk e faj. Çfarë thua? Por po, ka qenë tytitçe aty. Jo. Ka lindur 4 kg Luna e 230. Mashallah. Ua, mashallah. Po i gjatë? E gjatë të mbajmë mend fiks, po e kam të shënuar të videoja, më duket në fund, se me centimetra. Kiara që tregonte frikrat përpara. Jo, këtu domethënë isha në një moment aq delikat, kisha nevojë për pak qetësi dhe kisha Luizin që luante me krevatin për të mequr mendjen mua, domethënë, por ndërkohë po më shtonte nerva. Jo, vërtet është shumë emocionuese. Ka qenë një moment Elona që thash se ika domethënë nga frika, nga më kujtohen mirë edhe vetë, e ke përjetuar dhe ti vetë. Më kujtohen mirë. Domethënë ai momenti para se të hysh në sallë është gjëja më
e frikshme dhe më e bukur Njëkohësisht të dy ndjesit. Domethënë janë të dyja ndjesit, A ka ndodhur një gjë këtë ditë që kujt unë do doja ta ndaje me ne ndonjë prapaske në këto ditët e tua të lumturisë dhe të vështira siç i quan? E pa gjithë procesin Luizi? Të gjithë procesin, po. Është i fortë? Jo, nuk i rand fikët as pak dhe më ka habitur, se më tha, "Ki besim te unë tha që do jem aty me ty dhe nuk do ndodhi asgjë." Po duket si kirurg tash, interesant do ishte edhe kirurg. Ja, dhe shpirti vogël që erdhi në jetë. Kiara, nuk i ke patur asnjëherë problem këto publikimet, fotove, video, domethënë një nënë supersticioze je? Jo, as pak. Unë besoj në Zot shumë edhe nuk e kështu marrim duhet të besojmë te syri i keq apo në këto gjërat e tjera sepse nuk kam preferuar unë që t'i fuz vetes atë lloj stresi dhe atë lloj ndjesie. Është shumë personale, dikush mund ta publikoj, dikush nuk e publikon, nuk i gjykoj, por megjithatë them që është më mirë të jesh pak më e qetë me veten dhe mos mendosh nga këto gjëra fare se Zoti është ai që na ruan gjatë gjithë kohës. Dhe ja, duket kështu sikur sa kthen kokën e sheh që fëmia të bëhet 1 vjeç. Po. 1 vjeç. Tani është nuk e di. Mami apo babi tha për herë parë. Ka thënë mami. Mami ka thënë? Po jo mami, ka thënë mama. Mama? Ato roket mama. Ik Luiz, hap krau. Por do thoj baba shumë shpejt. Ja, do thot vetëm baba, do thot vetëm baba. Luna Marie në 1 vjetorin e saj. Zgjedhja e emrit dim që ka qenë e Luizit apo në bashkëpunim? E të dyve bashk, Luna Marie. Ka pëlqyer gjithmonë një emër që të ketë 2 emra brenda. 2 emra brenda. Lunushi është një fëmijë shumë i mirë, më duket inteligjente, se i kupton shumicën e gjërave që i themi që i tregojmë. Qan shumë? Jo, nuk qan. Qan vetëm kur ka ndonjë dhimbje ose ndonjë siklet, është fëmijë që nuk të bezdis. Se kur erdhi një Luizi e kishte në krah, mora unë se kam sigurisht për vajzat kur kanë qenë vogla. Edhe qau, sa keq merri për veten, tash ka shumë e trëmba. Me asnjë nga stafi nuk qau. Kës qan kurrë. Me Saksanën, është emocionuar. Edhe 100 vjeç të bërë, se ishte një ditëlindje e bukur shumë që në rrjetet sociale qarkulluan foto dhe video. Qarkulluan gjithashtu thashë theme që Kiara është sërish shtatzën. Jo. Jo? Jo. Mos o zot, më gjitha mos o zot. Jo. Po le të sjell pak artistikisht veten tash se Luna nuk do e lë vetëm normalisht, po është shumë shpejt dhe as mos e mendoni domethënë dy herë. Mos e lini vetëm. Mendojmë këtë gjë, megjithatë kemi projekte, kemi punë tani për momentin se normalisht një fëmijë do për kushtimin. Mua më vjen keq kur largohem nga shtëpia dhe Lunën e lë me gjyshen. Kështu që edhe Lona kështu ka ndërmend të nisi një vajzë tha, sepse kështu se se vetëm për këtë do vëmë lajmin. Okej, në rregull, dakor. E di se doli ku lajmi se Lorenz fillo punën që sot. Luizit nuk i rrihet se pa një foto që domethënë kam humbur kilogramët dhe jam kthyer në peshën që kam qenë. Po. Dhe më tha do të shëndosh shumë shpejt. Sa më dall. Mos gëzo shumë nga mua. Po pastaj i bëjnë Kiarës kështu, pastaj zoom te kjo veshja, ky barku mos është çik më i fryrë. Kiara është atzën, merr lajmi dhën. Pastaj por Kiara nuk është në pritje të ëmbël, edhe pse do të ketë një fëmijë të dytë, nuk e dim kur. Po. Kiara, jeti nga ato ish lojtare të Big Brotherit që edhe sot kur ulesh në tavolinë flet për Big Brotherin. Unë s'kam gjë asnjë. Kur lojtare, domethënë më kam. Ai janë si lojtare. Ish lojtare tash. Vetëm lojtare që s'kam gjë në. Ish banore. Më fal. Më fal. Rama, Basha. Kam qenë stratege, kam pasur strategjitë e mia. Bravo, çopra. Një tumbas me zëra shpova. Jo, unë nuk flas për Big Brother, nuk më pëlqen të komentoj çka ka kaluar, domethënë shoh më shumë përpara, nuk më pëlqen të flas. Kur bëra se duket sikur mbetesh po në vend, sikur je po në atë vorbullën e Big Brotherit, jo, jeta vazhdon edhe. E çuditshme, domethënë këto sa u bë një vit, 2 sezone në Portokalli, s'kemi folur kurrë për Big Brotherin gjatë kohës që bëjmë. Ja flasim tani publicitet.